Në Shqipëri skandalet nuk njohin kufi. Teksa Altin Hajri, një nga emrat e botës së krimit në Shijak, është në kërkim me SPAK për një sër ngjarjesh kriminale, qeveria ka gjetur një mënyrë tjetër për t'u treguar bujare. I ka dhënë gruas së tij leje për ndërtimin e një pallati 18 katësh në Durrës. Në mbledhjen e 26 marsit 2025, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, i drejtuar nga kryeministri ose në mungesë të tij nga zëvendës kryeministri Abelina Balluku, ka miratuar lejen për ndërtimin e një godine banimi dhe shërbimi me 18 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë, në qytetin mbretëtar Durrës. Subjekti zhvillues është firma Pjeza 2022, e cila rezulton të jetë në pronësi të Valentina Hajrit, bashkëshortës së Altin Hajrit. Altin Hajri nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Ai ka qenë i akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jani Prengës në janar të vitit 2020 dhe fillimisht të dënuar me 7 vite burgim, por më pas apeli e shpallit të pafajshëm. Përveç kësaj, ai ka qenë jetuar dhe arrestuar për trafik heroine dhe aktivitete të tjera kriminale, por gjithashtu ai ka mbërritur të shpëtojë ndëshkimit. Sipas raportimeve mediatike, Hajri dyshohet se është mbrojtur nga ish-deputeti i Partisë Socialiste Ergyll Syrbia, i cili madje ka shtrëhuar në shtëpinë e tij gjatë kohës që kërkohej nga policia. Ndërkohë në janar të vitit 2025, firma e bashkëshortës së tij, Pjeza 2022, pezulloi aktivitetin e saj pa një afat të përcaktuar. Megjithatë, vetëm 2 muaj më vonë, KTT-ja miratoi një leje ndërtimi për një pallat shumëkatësh për të njëjtën kompani, pavarësisht se pronari i saj rezulton të jetë në kërkim nga drejtësia.